që ka qenë shuguruar në vitin 2000, ka qenë zenesi im për shkrimin e shenjtë, e njohë që ishte djalosh 20 vjeçar. Atë kuptoni se edhe unë jam godit personalisht nga këtë gjëra, por nuk jam preokupuar për Simonit. Pikërisht në forcë e fjalës që kemi dëgjuar tashti. Sepse ka qenë njeriu i përvujt, shumë përvujt. Edhe në një detyrë kaq rëndësishme e kaq ndershme për Zotin, jo për njeriu, ka qenë njeriu, kush e ka njohur, shumë fjest e shumë përvujt. Ka qenë një bariu tamam atëror, e kjo i dëshmojnë në ranën e parë meshtarët e diocezit, seminaristat, e ata që kanë qenë më afer, por edhe njerëz që e kanë qenë afer, se nuk ka qenë fare njeriu që e ka krijuar distancë. E akoma nuk jam preokupuar për te, sepse në momentin e të cili i papritur, Zoti erdhi në këtë mënyrë, kaq me një hershme ashtu, një infrakt fatikisht, e ai ishte plotësi kushtuar në misionin e tij, gjithmonë gati, jo vetëm për pjesa fushore e diocezin e tij, dioceza e Sapes, Zadrima. Zadrima është vend mjaft një lulist katolik, por edhe për malet, si pjesa tjetër e diocezit.